Po me çfarë sfida mendoni se po përballen gazetarët sot? Po gazetarët përballen me sfida të ndryshme. Unë aktualisht nuk jam i kyçur drejt për drejt në këtë segmentin e gazetarisë viteve të fundit, përpos që shkruaj për një revistë përmuajshme mujore, është revista Barkombëtare Shenja, që botohet në Shkup, Tiranë dhe Prishtinë. Po kështu profesionin e gazetarit në mënyrë aktive, si të themi, e kam lënë ka 15 vite ndoshta. Megjithatë jam pjesë e stafit shkencor të institutit në Shkup. Problemet e gazetarëve mund të jenë këto që thash kjo çështja e globalizimit gjithnjë më të madh, ose qasja në informacione për shembull vetëm përmes një telefoni dhe mundësia që çdo njeri të jetë gazetar në vetvete ka bërë që shumë media madje të zbehin veprimin e tyre. Për shembull, më herët kemi pas 2-3 media me të cilat kanë marrë shumica e popullatës informacionin, kurse tani kanë mundësi që këtë informacion të marrin shumë më lehtë nga çdo njeri i cili kalon në rrugë, për shembull ndodh ndonjë aksident ose incident, ai mund ta filmojë, mund të shojë dy rreshta dhe të jep ngjarjen aty për aty, domethënë pa qenë mediumi. Pastaj media të tjera e marrin nga ai se ka ndodhur filan ngjarje, kështu që edhe në kuptim të teknologjisë, pra të përdorimit, është lehtësuar jashtëzakonisht në masë gazetaria. Tashti nuk e di sa është suporti që marrin gazetarët nga shteti, nga organizatat ndërkombëtare për të pas një zhvillim më cilësor të gazetarisë, veçanërisht asaj hulumtuese të cilën duhet është përtej kësaj që tani kemi raste kur kemi për shembull njeri medium, në kuptimin që secili njeri që ka afinitete të gazetarit mund të hap një portal informativ, për shembull, dhe të përçojë informacione dhe nga kjo mënyrë të mund të përthihet, për shembull, të jetë konkurrent në tregun aty ku mediat realisht që ka ndoshta kosto më të mëdha edhe të argjimeve duhet të shërbejnë pra nga ajo e mirë e përditshme të themi. Kështu që në këtë kuptim base nuk mund të ketë pengesa në mënyrën e seleksionimit të mediave të vërteta që janë, të cilat pra që siç është televizioni juaj për shembull, që keni studio, keni gazetar, keni kamera, keni shpenzime, dhe tashti juaj mund t'ju konkurrojë për shembull një medium ose një njeri që për shembull në shtëpi mund të bëjë një copë studio dhe vetë mund të plesojë informacione, të bëjë video dhe ta regjistrojë aty firmën e tij dhe t'ju konkurrojë. Pra në këtë kuptim mund të ketë janë besoj sfidat më të mëdha. Tashti nëse hym në planin për të bërë analizën në planin cilësor të mediave dhe të gazetarëve në përgjithësi, natyrisht që edhe këtu kemi një evoluim, po me që kemi për shembull një provim të madh të gazetarëve, po në fundit kemi disa fakultete të gazetarisë, të mediave, të cilat funksionojnë në gjithë hapësirën shqiptare, por ne po flasim për këtu për Maqedoni, kemi në Shkup, Tetov, dhe natyrisht që nga këto katedra dalin gazetarë të shkolluar, të edukuar, cilët besoj që do të mund në formën më të mirë të mundshme që t'i shërbejnë opinionit publik në mënyrë sa më profesionale. Kjo në kundërshtim me periudhën e mëhershme, kur për shembull nuk ka qenë kjo mundësi e zhvillimit kaq të mirë, domethënë profesional të gazetarëve.